investitorët kanë marrëveshje me Aman Hotel, Cheval Blanc, është brandi më ekskluziv sot i cili është në Paris, është në Venecia, do vitet në Vlorë. Nëse së bashku do t'ja u sigurojmë mirëseardhjen. Nëse do vazhdoni dhe ca ditë kështu, atëherë e di çfarë do ndodhi? Do ndodhi tragedia e Porto of Montenegros, po në përmasa të kësaj kohe. Porto of Montenegro, që bëri fatin e Malit Zi, u ndërtua nga dikush që u sorollat nëpër Shqipëri me vite. Dhe e hidhnin dhe e prisnin. Donte të bënte portin e Durrësit dhe vajtin Malit Zi, dhe sot Mali Zi i ka pagat më të larta dhe të ardhurat për frymë më të larta në këtë rajon, falë atyre investimeve që nuk pati frikë t'i bëj dhe që nuk ja u vuri shkelmin fyt natyrisht investitorëve. Çfarë do zgjedhim? Do zgjedhim të rrim ta shikojmë akoma Malin e Zi nga mbrapa, apo do zgjedhim që ta parakalojmë edhe Malin e Zi dhe të tjerët që janë të shqetësuar për këtë projekt? Si do ta bëjmë këtë zgjedhje? Është zgjedhja juaj. Ma thoni dhe unë adaptohem, se unë jam këtu me votën tuaj. Thash dhe më parë, i duroj të gjitha ato që më thonë perversët që për fat keq kanë rënë të jenë kundërshtar të kësaj partie dhe të mit personalisht, po i duroj, jo se i pranoj. Duroj dhunë mbi kockat e Timeti, duroj dhunë mbi fytyrën e gruas time dhe të fëmijëve të mi, po sepse mendoj që jam këtu për ju dhe me ju. Nëse dhe ju mendoni si ata, ma thoni dhe vazhdoni me çdo tjetër që ju dëshironi. Po unë këtu nuk rri të vegjetoj. O do ta bëjmë Shqipërinë me atë vizion për të cilin keni mbështetur, ose më thoni që keni një vizion tjetër dhe doni të shkoni me Sazo Gurin dhe me Arlindo Dritgjatin. Jam okay. Por shikoni powerholding.com dhe mos harroni një gjë, që nëse ne harrojmë që rolin kryesor që kemi në këtë proces dhe rolin kryesor që kemi ne si Shqipëri dhe si shqiptar për ta bërë Shqipërinë ashtu siç duam, është të krijojmë klimën e duhur dhe të krijojmë mikpritjen e duhur për investitorët, dhe nëse këta investitorë largohen, nuk është problemi që nuk do bëhet zvërneci. Problemi është që nuk do vi më njeri për kush e di sa kohë. Se do thonë kur dhe ata nuk e çan dot atje, me ata s'merrim vesh. Këto janë të vërteta që po u them sot siç i ndjej. Mendojini gjërat. Mendojini. O do zgjedhim zhvillimin e qëndrueshëm me investitor të ekselencës, se nuk e mbarova numrin e brandeve që kanë bërë marrëveshje. Rosewood Hotels, Mandarin Oriental, Atlantis nuk ka ardhur në Europë. Atlantis është vetëm në Dubai. Edhe më duket mos gabohem Kinë. E doni ta sillni në Europë? Silleni në Vlorë. S'doni. Nuk them pa problem, se është problem shumë i madh, por unë me forcë kundër jush nuk jam interesuar. Me forcë kundër atyre që me forcë na kanë qëndruar përballë ne dhe Shqipërisë, po deri në fund pasi problem. Po me forcë kundër jush jo.
që t'ju shofun juve, që të shkoni mbas Berihajt, të Fatos Lubonjës, që jeton me makfin e mafjes që kur